Sekretari Amerikan I Shtetit Marco Rubio tha sot se tani më ka kontaktuar me Moskën dhe propozimi për armë pushim 30 ditor I pranuar nga Kievi do t'i dërgohet Moskës për shqyrtim. Ne jemi në pritje të përgjigjes ruse dhe u kemi kërkuar atyre që të ndalojnë të gjitha luftimet. Nëse ata thonë jo, atëherë bëhet e qartë se duhet të shqyrtojmë çdo gjë dhe të kuptojmë se cilat janë qëllimet dhe mendësia atyre. Sekretari Rubio nga Irlanda ku ndodhet për vizitë. Negociatat në Jeddah janë takimi I parë I nivelit të lartë mes Washingtonit dhe Kievit pas debatit të ashpër para kamerave që presidenti amerikan Donald Trump pati me homologun Ukrainës Volodymyr Zelensky në shtëpinë e Bardhë muajin e kaluar. Në Kiev dhe Moskë banorët kanë qëndrime të ndryshme, nëse zhvillimet e 24 orëve të fundit janë pozitive apo jo. Ukrainasi Andrei, I cili u zhvendos nga Kramatorsku në Kiev për siguri, beson se pavarësisht qëndrimit të politikanëve, populli amerikan është me Ukrainën. Vazhdimi I ndihmave ushtarake është lajm shumë I mirë sepse pa të dhënat e inteligjencës amerikane do të ishte shumë e vështirë për ushtarët tanë të luftojnë. Ne kemi marrë mbështetje dhe duhet të vazhdojmë të marrim mbështetje në të ardhmen, thot ai. Ushtari I Ukrainës Volodymyr megjithatë shpreh pakënaqësi me ndryshimin e politikave të Washingtonit ndaj Ukrainës. Unë kam përjetuar luftën nga brenda dhe ishte e vështirë të shihje ndryshimin e qëndrimit amerikan. Tani do të ketë përsëri ndryshime dhe mund të ndryshojë edhe ardhmja jonë personale. Nuk është fundi I botës edhe nëse ata do të ndërprisnin gjithë ndihmat ushtarake, thot Volodymyri, ushtar ukrainas I plagosur në fushën e betejës. Në qytetin afër fushës së betejës Kharkiv, ukrainasit kanë dyshime që Rusia do të respektonte një marrëveshje. Nuk I besoj Putinit, do të ketë mashtrime për anës së tyre, siç bëjnë gjithmonë. Natyrisht dua që lufta të marrë fund dhe të rikthejmë tokat tona, por rusëve nuk u besoj kategorikisht. Zoti na ndihmoft që gjithçka të shkojë ashtu siç duam ne, thot Vasil Ponomarenko. Disa banorë të Moskës të mërkurën thanë se shpresojnë që bisedimet e paqes do të ndalojnë gjakderdhjen. Nuk mund të them gjë sepse autoritetet vendosin për këtë. Ata dinë më mirë. Asgjë nuk varet nga ne. Ne duam që gjithçka të mbarojë sa më shpejt që është mundur. Ne duam të jetojmë në paqe dhe që të mos vdes njeri. Ka kaq shumë vdekje tani, thot Maria, banore e Moskës. Të tjerë janë më skeptik nëse Rusia do të përfitonte nga propozimi. Padyshim propozimi nuk është I mirë për ne, sepse ne po përparojmë në fushën e betejës. Operacioni rus për mbytja me 1000 ushtar ishte I suksesshëm së fundmi. Natyrisht pati viktima, pavarësisht që askush nuk ka dëshirë të flasë për këtë. Ne gjithashtu po çlirojmë territoret tona në rajonin e Kurskut. Prandaj marrëveshja është e padrejtë pasi armiku unë po dobësohet, thot Vadimi, banori Moskës. Tani Trumpi na thot me ultimatum, ndaloni luftën sepse Ukraina është e gatshme për armë pushim. Cili është qëllimi? Ne po dominojmë në fushën e betejës tani. Kemi punuar gjatë për këtë. Kishte aq shumë gjakderdhje gjatë vitit kaluar, prandaj ky armë pushim nuk është gjëja e duhur, thot Maksim, banori Moskës. Në rast se Moska nuk e pranon marrëveshjen, sekretari Rubio nuk tha se cila do të jetë përgjigjja amerikane, po shtoi që në bisedimet e mëparshme me Moskën, zyrtarët rusë kanë treguar gatishmëri për të dhënë fund luftës.